Edhe vetë kom shërbyer, zborin e ushtrinë çlirimtare të lavdishme, pastaj në trupat mbrojtëse deri në vitin 2009, kurse tash në vitin 2025, por sa i kam mbushur djali 18 vite, është regrutuar dhe është bërë pjesë aktive e forcës së sigurisë. Sot ka dënuar 2 djemë të mi. Shumë mirë, shumë krenar janë, e di që kam shërbim të dhejë tim. Gjithçka është për mua është janë pak me emocione, është shumë diçka është interesant. Veç shumë mirë diçka për të djemë të mi që arritën me ardhë, me diplomu, me ardhë. Dita e sotme domethënë është shumë ndjenjë e veçantë për arsye që kena zgjedh profesionin ma fisnik, e kena zgjedh uniformën e domethënë forcës së sigurisë të Kosovës. Këto në një javë më me thonë që janë kanë sfiduese, por sa janë kanë sfiduese, janë kanë edhe shumë të mira. Për arsye që kena mësuar shumë sene se kalimi prej jetës civile në jetë ushtarake nuk është as pak e lehtë. Pse nuk është as pak e lehtë, se na si tri domethënë kena mësuar shumë sene për mbijetesë, kena mësuar për sene që në jeta civile nuk t'i mëson. Frymëzimi jam kryesisht fillon prej familjes, unë vi prej një familje, domethënë unë vetë emrin e kam dëshmore. Është ndjenjë shumë e veçantë me qenë për brenda kësaj uniforme, të shërbesh atë dheut, këtij flamuri, kësaj steme. Këto gjatë javë, në një javë trajnim kanë qenë të vështira për neve, jo të lehta, po ka qenë shumë e lehtë me ndihmën e përgjegjësve tanë që na kanë ndihmuar me i tejkalu këto sfida. Instruktorat kanë qenë shumë motivues për neve, na kanë motivuar gjatë tërë kohës